Vetëm disa orë pasi Donald Trump deklaroi se shërbimi i tij kombëtar i inteligjencës kishte gabuar në vlerësimin se Irani nuk zhvillonte armë bërthamore, SBA bombardoi 3 objekte bërthamore: u sulmua Natanzi, Isfahani dhe Fordo, ku punonin në pasurimin e uraniumit. Në sulm u përdorën avionët B-2 Spirit, të aftë të deportojnë në mbrojtje ajrore komplekse dhe të kryejnë sulme precise ndaj objektivave të fortifikuara si rjet i nëndeshëm i objekteve bërthamore të Iranit. Pas shpalljes së operacionit si shumë të suksesshëm dhe duke njoftuar se të gjithë avionët që morën pjesë në sulm u kthyen të sigurt, Trump kërcënoi Iranin me sulme të reja nëse nuk pranon paqe. Irani, agresori në lindjen e mesme, tani duhet të bëjë paqe. Nëse nuk e bëjnë këtë, sulmet e ardhshme do të jenë shumë më të mëdha dhe shumë më të lehta. Kryeministri izraelit në një fjalim falenderoi Trumpin dhe tha se premtimi është përmbushur. Kujtoni që në fillim të operacionit ju premtova se objektet bërthamore të Iranit do të shkatërroheshin në një mënyrë apo tjetër. Ky premtim është mbajtur. Sipas autoriteteve iraniane, rezervat e uraniumit të pasuruar ishin zhvendosur më parë nga qendrat bërthamore dhe aty nuk kishte lënë të papërpunuara që në rast sulmi të mund të shkaktonin rrezatim. Agjencia iraniane për mbikëqyrje bërthamore njoftoi se nuk ka shenja kontaminimi në zonat e goditura dhe nuk ka rrezik për banorët në rrethin. Gjithashtu, u bë e ditur se centrali bërthamor Fordo nuk ka pësuar dëme të konsiderueshme. Irani premtoi se do të mbrohet me të gjitha mjetet në dispozicion. Nuk ka një linjë të kuqe që nuk e kanë kaluar. E fundit dhe më rrezikshmja u kalua mbrëm. Ata, SBA-t, kaluan një linjë shumë të kuqe duke sulmuar objektet bërthamore. Para sulmit të SBA-s, Izraeli zhvilloi një operacion ushtarak ku shkatërroi disa avion iranian dhe sisteme mbrojtëse kundërajrore. Irani u përgjigj me një valë të re raketash mbi territorin izraelit, duke goditur Haifën dhe Tel Avivin. Autoritetet izraelite raportojnë për persona të plagosur, ndërkohë disa anëtar të Kongresit Amerikan, si demokrat ashtu edhe republikan, kanë vënë në dyshim legjitimitetin e këtij sulmi nga presidenti Trump, duke argumentuar se ai mori vendimin pa konsultim dhe pa miratimin e Kongresit.